Universiteti Nën Tereza në Shkup prezentoi asistenten virtuale Nën Tereza, një platformë inovative e inteligjencës artificiale që do të ofrojë ndihmë dhe orientim për studentët, stafin akademik dhe vizitorët në 3 gjuhë: shqip, maqedonisht dhe anglisht. Rektori i Universitetit Nën Tereza, Bekim Fetaj, theksoi se me këtë platformë universiteti hyn në një fazë të re transformimit digjital, ku qëllimi është që çdo student dhe çdo punonjës të ketë qasje të menjëhershme në informacione, pa barriera dhe pa vonesa. Ky mjet do të përmirësojë komunikimin, do të rrisë efikasitetin dhe do të ofrojë universitetin me standardet më të avancuar ndërkombëtare. Kemi në evenimentin e prezantimit të asistentes virtuale, emrin e cilës kemi lënë sipas shenjtores tonë Nën Tereza, edhe universiteti domethënë kemi njëjtin emër, për shkak se kjo përputhet edhe me misionin e Nën Tereza, ndihmë ndaj të tjerëve. Këtu pikë pari mendohet ndihmë ndaj studentëve, profesorëve dhe vizitorëve në universitet, të cilët përmes kësaj platforme mund të marrin më shumë informata në lidhje me universitetin, proceset administrative, akademike dhe organizimin e vetë universitetit. Platforma mund të ketë qasje prej në webfaqe edhe prej në mobil, do të thonë momenti kur e vizitojnë webfaqen e universitetit, mund të aktivizohet, kanë opcion të aktivizohet asistente dhe kemi në evenimentin e prezantimit të asistentes virtuale, emrin e cilës kemi lënë sipas shenjtores tonë Nën Tereza, edhe universiteti domethënë kemi njëjtin emër, për shkak se kjo përputhet edhe me misionin e Nën Tereza, ndihmë ndaj të tjerëve. Këtu pikë pari mendohet ndihmë ndaj studentëve, profesorëve dhe vizitorëve në universitet, të cilët përmes kësaj platforme mund të marrin më shumë informata në lidhje me universitetin, proceset administrative, akademike dhe organizimin e vetë universitetit. Platforma mund të ketë qasje prej në webfaqe edhe prej në mobil, do të thonë momenti kur e vizitojnë webfaqen e universitetit, mund të aktivizohet, kanë opcion të aktivizohet asistente dhe e mira këtu është qëndron atë se ajo domethënë trajnohet për dhënave dhe pyetjeve të ndryshme të cilët do të vendosen në sistem. Ka shumë pyetje, domethënë shumë specifike, të cilat mund se në fillim nuk do të jetë në gjendje ti gjen, për shkak se ajo skenon webfaqen e universitetit, skenon dokumentacionin për katës, skenon kalendarin akademik, oraret e provimeve, ligjëratave e kështu me radhë. Jo çdo informatë është në webfaqe. Kështu që disa pyetje që do të ngelin, administratori pastaj një nga një do të përgjigjet edhe ato ngelin edhe zgjerohet domethënë bazë dhënave. Kështu që brenda kohës do të bëhet edhe më precize dhe me më shumë informata të tjera. Asistentja virtuale është vetëm fillimi i një faze të re inovacioni dhe digitalizimi në shërbim të studentëve dhe stafit akademik, thonë nga Universiteti Nën Tereza në Shkup.